Përshëndetjet, salavatet, selamet tona të përzemërta në këtë ditë të bekuar nga ky vend, nga thellësia e zemrave tona e përcjell me mësuesit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e pasuan dhe ata që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur takohen me Allahun xhelle xhelalu. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, në ligjëratën e kaluar kemi filluar me diskutu diçka në lidhje me rëndësinë e dëshmisë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i fundit i Zotit të Madhërisëm, i përcjellur tek njerëzit. Shpeshherë e kemi dëgjuar këtë, shpeshherë në fakt dëgjojmë edhe debate të ndryshme në lidhje me të vërtetën e fesë, dallimin mes Islamit dhe feve tjera e kështu me radhë. Dhe kjo temë shumë e gjanë, por me emrin Allahut Azza wa Jall kam mundu që me trajtu në mënyrë që të kuptohet njëherë mirë se për çka po bëhet fjalë dhe çfarë rëndësie ka kjo dëshmi dhe pse është e rëndësishme dhe s'ka alternativë tjetër të saktë përveç saj në jetën e kësaj bote. Vëllezër të dashur, për fjalën la ilaha illallah, s'ka Zot tjetër përveç Allahut. Allahu ka dëshmuar vetë për vetën e vet. Allahu ka thënë vetë në Kur'an: Shahidallahu annahu la ilaha illallah. Thot ka dëshmu Zoti Madhërisëm se nuk ka Zot tjetër përveç Zotit. La ilaha illahu, nuk ka Zot tjetër përveç Zotit. Thot wal malaikatu, dhe pastaj kanë dëshmu melaiket se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut xhelle xhelalu, wa ulul ilmi qaiman bil qist. Edhe njerëzit me vedije, me vëmendje, me dije të sakt kanë dëshmu se nuk ka Zot tjetër përveç Zotit Madhërisëm. Pra Zoti Madhërisëm ja me një farë forme ja rikonfirmon njerëzve dëshminë se nuk ka Zot tjetër përveç tina. Dhe të gjithë me lajket mënyrë automatike të komanduara për Zotit Madhërisëm dëshmojnë në praninë e Zotit se s'ka Zot tjetër përveç Allahut. Një, i vetmi. Pastaj të gjithë pejgamberët, për Ademit alayhis salam deri te Muhamedi alayhis salam, të gjithë një nga një janë detyruar dhe janë urdhënuar me thënë s'ka Zot tjetër përveç Allahut. Sepse s'ka mundësi me pas realisht Zot tjetër përveç Zotit. Mirë, por çka ka ndodhur me këtë fjalë? Pastaj të dashur vëllezër, të gjithë shpirtrat kur janë kriju, kanë dëshmu para Zotit Madhërisëm se Zoti është një. Mirë, po kur të vinë në jetën e kësaj bote, shumë prej tyre e devijojnë të vërtetën. E harrojnë besën me cilën kanë ardhur në jetën e kësaj bote. Është një ajet në Kur'an që Zoti Madhërisëm dëshmon se në ahiret, kur i ka kriju shpirtrat, i ka thonë elestu bi rabbikum, a jam Zoti juv? Qalu bela. Dhe keni ndëgjuar këtë fjalë shpesh, kalu belaja, thëshin pleqt më herët. Çka kjo kalu belaja? Kjo kalu bela, ku ka ndodhur? Kjo çka kjo fjalë shumë? Kjo ka ardhur pi Kur'anit Kerimit. Është bë fjalë për herët, para se të krijohet trupi i njeriu. Kur shpirti janë kriju për një herë. Edhe qalu bela, do me thonë po gjithsesi. Allahu i thot shpirtra mos i ka kriju, elestu bi rabbikum, a jam Zoti juv? Ata thonë qalu bela, po Zot, gjithsesi. Herët. Allahu thot e male men për këtë bejes ku të shkojnë në për tokë. Se s'ka Zot tjetër përveç Allahut xhelle wala. E dikush për njerëzve e mamen, edhe dëshmon edhe punon me këtë fjalë, e dikush tjetër shmanget për kësaj fjale dhe pasojat i bën vetë. Por ne kemi të obliguar dhe jemi të detyruar
që t'i themi se e vërteta është kjo. Dhe të mos heshmi duke e përkra dhe duke përhap të vërtetën. Pra s'ka Zot tjetër përveç Zotit Madhreshëm. Dhe i dërguar i fundit i Zotit Madhreshëm është pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një transmetim gjatë hadithit. Thot kush dëshmon me zemër, me vëmendje, me mendje të thjellët, me bindje se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhamedi është i dërguar i tij, Isa është pejgamber i biri Merjemës, dhe jo Zot, e as djali i Zotit. Dhe kush dëshmon se xheneti është hak dhe xhenemi është hak, dhe ka bindje të thellë në këtë deklaratë, thot Allahu ja ka bë haram xhenemit me djeg ata i cili ka dëshmuar kështu. Pra vëllezër e dashur, ne muslimanët nuk dyshojmë fare se ne kemi të vërtetën në dorë, të tjerë se kanë këtë vërtetë. Këtyre çka thot Kurani i Kerimi për këtë fjalë, për pejgambert para Muhamedit, sepse të gjithë pejgambert pe Ademit alayhis salam deri te pejgamberi i fundit Muhamedi alayhis salam, të gjithë janë porosit për Zotin me thonë la ilaha illallah. Allahu thot në Kur'an: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa hu illa ana." Allahu thot nuk kam dërgu pejgamber në këtë botë, e që si kam thonë thuj se s'ka Zot tjetër përveç Allahut. Dhe të gjithë pejgamberët kanë thonë. Edhe kanë mësu popullin e vetë me thonë këtë fjalë. Dikush e ka besu, e dikush u shmang për të vërtetës. Sa që në ditën e gjykimit, të gjithë pejgamberët kanë me dëshmu edhe një herë se s'ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i fundit. Dhe se Muhamedi është imami i gjithë pejgamberëve. Sa që është histori e gata, do ta flas me herave tjera, në ditën e gjykimit, kur të vjen Isa alayhis salam, që na këto i thonë Jezusi, edhe Allahu t'i thot, pse ju ke thonë njerëzve jam Zot? Është një ajet në Kur'an që Zoti i Madhërisht thotë dhe në ditën kur t'i bi pejgambert me dëshmu, do ta pyesë Isa alayhis salam, pse ju ke thonë njerëzve jam Zot unë ose biri i Zotit? Edhe Isa thot, o Zot, nuk kam thonë as një sen përveç asaj që ma ke thonë ti. Unë jam i dërguar i yt dhe unë kam lind prej nanës Merjeme. Unë nuk jam Zot, as biri i Zotit. Thot dhe mas si kam vdek unë, jam ngrit, nuk e di thot kush ma ka vesh këtë fjalë mua. Kush ma ka vesh thot mua këtë fjalë? Dhe thot unë distancona për atyre që ma kanë vesh këtë fjalë mua. Edhe Allah thot unë jam dëshmitari se fjale, ti se ke thonë, se ti e dërguari Allah, ti se tu këtë fjale. Po për mi kallëzu tjerëve që e keni gabu adresën e besimit, vjen një moment ku kostoja e fejës gabune do të më realizu. Që shpresojmë na musliman që kostën, shpërblimin e kësaj feje, kena me marë para Allahut azza wa jall, është edhe kundërta, kanë me pagu kostën e fejës e gabuar ata të cilët e kanë hub adresën e besimit këtë dunjë. Janë tallë me Zotin, me melekët, me pejgamberë kështu me radhë. Pra vëllezër të dashur, kjo fjala s'ka Zot tjetër përveç Allahut azza wa jall, është dëshmia që në radhë parë ka dhënë Allahu për vetën, e pastaj melekët, pastaj bota e gjinëve dhe njerëzve, edhe çka ka në tokë dhe në qiell dëshmojnë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut xhalla xhelalu. Në ditën e gjykimit të dashur vëllezër, pasi që para ditës së gjykimit, pasi që të shkatërrohet toka dhe qielli, të vdesin çka ka në tokë dhe në qiell, deri te Arshi, që është krijesa më e madhe që ka kriju Allahu xhallahu ala. Gjithçka kthehet në pikën zero. Edhe Allahu xhallahu ala thot limenil mulku al-yawm. I kujna është sundimi sot. As kush nuk përgjigjet, sepse të gjithë janë të vdekur. Kthehet dunjoja çu ka qenë në fillim, veç Allahu subhanahu wa taala.
ai cili s'ka fillim dhe s'ka mbarim. Dhe Allahu thot, limenil mulkul yawm, mikuna është sot sundimi, kush është gjallë sot? As një pi krijesas përgjigjet. Sepse e fundit që vdes vëllezër për krijesave, vdes me laqa vdekjes. Po para me laqa vdekjes vdes Gjibrili. E pastaj mas Gjibrilit, e fundit krijes që vdes, është me laqa vdekjes, dhe mas ka kush përgjigjet. Edhe Allahu thot në Kur'an, Allah je përgjigjen vetë. Thot lillahi wahidil qahar, gjallë është ai cili s'ka vdek kur, i vetmi dhe s'ka shoq, Allahu xhallahu ala. Pastaj e purdhën njëjti Allah me rikriu edhe njerë njeriun dhe me dal përgjësi para Zotit madhreshëm për jetën e kësaj bote. Kjo është temë që na herë këna me spjegu prej vdekjes deri në ahiret, që na merr kohë gjatë, po e kam temën veç të dëshmia vëllezër. Allahu është një, s'ka fillim dhe s'ka mbarim. Ai qëndron vetvetiu, s'ka nevojë për asnjë krijesë. Ai ka kriju tokën dhe qetë, arshin, detrat, malet, ku e di çka, në ditë jep fund kësaj pune, përsëri Allahu është Allah xhallahu ala. Ai mbetet i njëjti. Këtë mesele s'pe kuptojnë vëllezërit tonë të feve tjera. E pastaj po na çesin të lashe me bisedat kota. Sa ai që vdes nuk ka Zot. Ai që ka lind nuk ka Zot. Ai është krijesë. Ai që është kriju, ai s'ka Zot. E ka kriju dikush, Allahu. E Zoti vetëm dhe hak është Allahu xhallahu ala. Pastaj Allahu na ka thonë në Kur'an, Kul huwa Allahu ahad. Thuaj Allahu është një. Allahu samet. Fjala samet e ka kuptimin diçka që krejt në mbështetën ta. Krejt dunjoja në mbështetën vullnetin e Zotit madhreshëm. Lem yelid, nuk ka lind. Wa lam yulad, as nuk është i lindur, kur s'ka lind Zotin. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. E Allahu s'ka rival. Allahu s'ka që i përngjan Zotit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kjo sure që na këtë dina është e shkurtër me thonë, por ka vlerë sa 1/3 e Kuranit. Pse ka vlerë sa 1/3 e Kuranit? Sepse i vendos bazat e besimit. Edhe Allahu thot kul huwa Allahu ahad. Thuaj o musliman, Allahu është një. Ashhadu an la ilaha illallah. Dëshmoj se s'ka Zot tjetër përveç tij. Allahu samet. Është diçka që këtë dunjoja mbështetën te. S'ka lind, s'është i lindur dhe askush lind pe Zotit. Allahu krijon, por nuk lind. Pra vëllezër e dashur, kjo dëshmi, kjo fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, është preambula kësaj bote. Është preambula e kësaj bote. Është transmetuar në vija të ndryshme të transmetimit, se Ademi alayhis salam kur është kriju e ka pa në dyrë të xhenetit. Ku flasni për dyrë xhenetit vëllezër, se kjo temë është e gjanë, është temë shumë e thellë. Në si njerëz na shkon mendja në fardere, edhe shkoj shtëpie sa e borrita, se kjo është mendja e njerit. Allahu ka thënë për qiellin ka dyrë. Edhe frik ka vitet 90-ta, shkenca e konfirmon se qielli ka dyrë. Kur i thëshin më herët hoxhallarët popullit në përdeka në përsi, se kur vdes prindi ose nana ose baba mbyllet në dyrë e xhenetit, komunistat asaj kohë janë tallë. Ka thonë që ky hoxha se prapambetur, qielli pas ka dyrë. Sot vjen NASA dhe thot, qielli ka dyrë, po nuk hini anija kozmike në përderë të qiellit, s'u del, s'u kalon. Argument shkencor. Edhe dera më e konfirmuar është dera në për cilën është ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në qiell. Konfirmim shkencor. Allah e ka përmendur dhe qielli ka dyrë. A di për farë distancë po folet dyrëve. Sa këtë boshtin e tokës me shtim rana aty. E kur po flasin për dyrët e xhennetit, çfarë dyrën ata?
Çfarë madhësie kanë ato? Se në këtë dunja punojna me hekër dhe me drum. Ne si të flasni për edhe me plastik tash në fundit. Si të flasni për dyrë në mënyrë o do të drunit imagjinojna, o do të hekrit, o do të plastikës. Jo. Nuk e pati derë të padukshme, por që sun kalon. A ke pa në erë derë të padukshme? Synis qatë kur gjadhët të sun kalon? Këshur e qëllin për pjetë. Dukët rafsh. Mi bo ka një mburoj atje që se as me teleskop nuk e she, nuk të le me kalu ndryshe, vetëm shka thonë Zoti më drishu. Ma dje dhe pikat e shivit ka bin me urët Allahu Gjelle Vala për ndryshe kishmet hava. O sa shumë ka argumente me besu njeriu se Allahu është një. Por këtë arsye ka njerë kur na vjen gjëna për njerëzve thejna ka njerë me nujna keq dhe na si o gjëllar. Thuna subhanallahu Zoti është i mëshirshëm. Na është i bredha ata që s'kan dëshmu që Zoti një i falë. Ka njerë në menen e shkon kështu. E kur të kthejme me gjiku, realisht themi qysh e meriton xhennetin i cili ka muhu Allahun. Qysh? Pasi ka pa argumentën këtë dunjaja. Kush e ka shtinja ata mos e besu Zotin? Qysh ka menduar me tu në këtë dunja pa Zotin e madhrishëm? Allah është më i mëshirshëm se na. Po për vetë faktin që ka kriju xhenemin, e ka kriju për ata të cilët këtë dunja i ka mashtru mendja. O vëllai i dashur, hesna për këtë dunja, she milion argumente, ka cilën, djathën, majten, vetën, njerën, ku diçka, edhe kur t'ullet atin me nefar kafe, thot, a unë s'kam argument se Zoti ekziston. Pysh farin të insani, subhanallah. Çfarë mendje çuditshme. Allahu ka thënë fie nfusikum fala tubsirun. Në vetveten tonë ki argument se Allah ekziston. Që një shembull shumë thjesht. Dhe po e kursej gjuhën për shkak se na ndëgjojnë tani përmes rrjeteve familjare. Vëllezër mos me pas pa njeri çu krijohet njeri se kish besu. Me moni pikuj mi thon njeri çu pishtuin ti i kriju ti. Si shë besu kur? Kur se kështë besu? A në fakti për një pike uj e kriju. Edhe Allah u thanë Kuran, dara dalena methelen, o nësia khalqa. Thanë njeri në ditë u të shmend. Edhe i tha Zotit, unë të jap një shembull se nuk ekziston bota tjetër. Cilin shembull? Ernianin e kone për nga merit, Ubej ibn Khalaf e ka bosemnin, edhe i ka gjetë do eshtra njerëzve të vdekur. Edhe ka ardhë me eshtra në dorë dhe i ka shtrydhë që shumë. Edhe eshtra të shtrydhë banë plun, edhe i ka thonë për nga merit, a me ndonë njeri se ko mund gjalla. Ka zbrit kjo ajet, dhe Allah që shka thotë. Thotë, dara belena me thelen, në i dha neve një shembull, njeri me logjik minimale. Se si të kryohen në të armën, o nësia khalqahu, kurse ka harru krijimin e vetë. S'ke egzistu të ka kryu. Dhe Allah u tha, kull, juhil ledhi, ansha awwala marratin. Thuaj, ka më të kryuaj cilit ka kryu herën e parë. I njëjti Allah që ka kryu një herë, ka më të kryu për zëtë. Awalejse ledhi khalaqa samawati wal arda. A nuk është i njëjti Allah që ka kriju tokën dhe qiellin, ti po flet për veten. Por ti po harron se kozmosi dhe madhmaj se ti. Pra vëllezër e dashur, dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut xhalla wala, është dëshmia që na bën krenar neve muslimanëve, sepse ne jetojmë me të vërtetën. Pastaj ka punë tjera me diskutu, po na po flasmi për një vërtetë madhe. Edhe ne kur flasmi për Zotin, jemi shumë komod në muslimanë. Sepse e përshkruajnë të vërtetën. Kur flasni për Zotin, ne përshkruajmë të vërtetën. Zoti është një. Prandaj për 6 kushteve të imanit vëllezër është me besu se Zoti është një. Pastaj me besu se melekët ekzistojnë. Pastaj me besu se pejgamberët janë të dërguar të Zotit. Pastaj me besu se librat e shenjta kanë zbrit dhe Kurani është libri i fundit. Mesazhi i fundit që Allah e ka dërgu
njerëzimit, dhe me besu se xheneti është hak dhe xhenemi është hak, dhe me besu se ringjallja është e pa diskutueshme. Sepse po mos të ekzistonte ringjallja, s'ka kuptim kjo jetë. Po mos të ekziston gjykata para Allahut xhelle wala, s'ka kuptim kjo jetë. Disa kriminalit del pse bote pas një therr në kam. Kush më dhon dënimin atina nëse s'ka botë tjetër? Edhe disa njëri mëshëm edhe i dijshëm e sinqert këtë dunja jetë del pse bote pa e marrë shpërblimin. E kush do të më nderua atë? Nëse s'pas ka botë tjetër, pse po desh kam qenë i mirë këtë dunja? Pra pa dyshim se është. E ky Zot që është një dhe s'ka tjetër, e ka fuqinë që të na ringjall dhe na dëshmojmë se s'ka Zot tjetër përveç Allahut, dhe se dita e gjykimit është e pashmangshme, dhe tu përfundoj për shkak të kohës.